kur njerëzit do të prezantohen dhe të paraqiten para Allahu xhallahu ala për të dhënë llogari. Andaj në këtë rast Allahu xhallahu ala se ka në hadithin e Muadh që e transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij hadith sahih, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i afrohet besimtarit. Që tash ky që ka marr, ky angazhimi që ka pas pozitiv, ky që është mundu gjithçka në këtë dunjë lodhen me pas. E ka ditë që do të më lodh, po lodhen ka dash, e të lodhat jetë për Allahun xhallahu ala. Këtëni që është lodh të njëtën për Zotin, Allahu xhallahu ala nuk don me lodh për s'dytë të janë nxirr ka një çka ke bota. Apo prandaj kemi thonë, është një frikë ose këtu ose atje. Apo është një frikë ose këtu ose atje. Kush këtu i friksohet Allahu xhallahu ala, e siguron Allahu xhallahu ala në ahiret atë. Kush këtu lodhet për Allahu xhallahu ala, e bën Allahu me poshu në dunjë në ahiret atje pas. Ti zgjidhet çish po do më jabu, ku po do më lodh dhe ku po do më poshu. Andaj Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit. O yadau kanafa. Kanaf idhen krahut. Allahu xhallahu ala Allahu a'lam çish është ajo. Kjo është gajb, na nuk e dim. Por Allahu xhallahu ala e vendos krahun e tij mbi besimtarin atë. Ke pas sikurse Allahu të kon shembull më mirë, po në ilustrim nga kjo botë, kur don ti dikujt më ka dhënë msheft, kur mos më ni, ka qetë dorën për mirë dhe ka qetë kokën të veshit. Kjo është një simbolik e afërsisë së madhe që kemi këto që po i flet apo. Andaj Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit, e vendos këtë krah mbi të, edhe i thot, atë kujtohet që kjo kur e vëshën. Fa yuqirruhu abdu. Edhe thot po Zot. Atë kujtohet kur u false e si kishe bashkë me ata unë atë. Atë kujtohet që mëneshën aton, po ja raf kujtohet. Atë kujtohet kur shkosh atje e diri që s'bën më shku atje. Allahu xhallahu ala ja përmend ato që me qito unë e më dënuar. Apo? Edhe pasaj fe yuqirruhu abdu, po Zot. Këtë vetëmia, kur s'pënin, miliarda njerëz të prit gjykimin, ti vetëm me Allahu xhallahu ala. Për me këtë akt madhështor, ti vetëm me Allahu xhallahu ala, vetë një gjuna për tyne me ta shpall Allahu xhallahu ala është i mjaftueshëm me gjujt në xhenem. Këto po ti përmend Allahu xhallahu ala, edhe po atë kujtohet të thosh, po ja Rab. Me një keqare të madhe, e din që s'e mohan, sa e din saksisht, thosh fe yuqirruhu abdu. Edhe e pranon robit i jaf. Atëherë Allahu xhallahu ala i thot, satartuha alayka fi dunya, ti kum lum dunya këtu po. Ti kum lum këtu po dunya. Edhe unë sot po t'i blej, shko se i lini jaf. Ka për libën edhe shko të xhenetit jaf. Ka përse e tash, atë detajzim, ka një, pse e bune, pse se bune, ti s'bën pjesë të optën. Se kena njetë me t'lodhë sot, mas i e lodhë njerë për neve në dunja. Që kjo është hisab e njësira.